Më vjen shumë mirë që, sepse kjo është diçka sa e vogël në përmas, aq edhe kuptim plot sipas meje në simbolikën e gjithë kësaj marrëdhënie, që kur presidenti erdhi këtu herën e kaluar, ishim në shtëpinë e diktatorit Enver Hoxha, e cila ishte zbrazur dhe po fillonte puna për ta transformuar në një qendër kulturore me bazë rezidencat për artistë shqiptar dhe nga gjithë bota, falë bashkëpunimit me fondacionin e mirënjohur Art Explora. Dhe sot do t'jetë shumë një kënaqësi e madhe që ta shoqërojmë presidentin për ta parë tani më në veprim këtë projekt dhe praktikisht kurba e këtij transformimi nga një ngrehinë e degraduar, e mbetur nga shkuara në një ngrehinë që i jep energji Shqipërisë së nesërmes, është pasqyra e këtij bashkëpunimi. Ky është roli dhe kjo është edhe fuqia e shtuar që Franca sjell në të bashkëpunim për ne, dhe ne jemi thellësisht mirënjohës. Pa diskutim që sot ne ndjejmë Francën shumë afër edhe në procesin e antarësimit dhe nga ana tjetër rajoni ka fituar një mbështetës shumë të qëndrueshëm dhe besnik në të gjitha proceset transformuese, në adresimin e momenteve të vështira që duhen akoma zgjidhur dhe në mbështetjen për përfshirjen e gjithë rajonit në Europën e Bashkuar. Monsieur le Président, je suis vraiment très reconnaissant. Zoti President, jam vërtet shumë mirënjohës dhe ne të gjithë jemi shumë mirënjohës për angazhimin tuaj dhe për vizitën tuaj. Për vizitën tuaj të dytë në një kohë mjaft të shkurtër. Kjo na mbush zemra dhe duhet të punojmë me veten tonë për ta kuptuar që nuk do të jetë kaq e zakonshme që të kemi vizitë të presidentit çdo 18 muaj. Por do të bëjmë më të mirën e mundshme për ta bërë Shqipërinë në sytë e presidentit francez si një vend të rreshtuar me historinë dhe të ardhmen e Francës. Faleminderit. Monsieur le Premier ministre, cher Edi, mesdames, messieurs les ministres. Zoti kryeministri i dashur Edi, zonja ministra,